Në anën tjetër, në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë, thuhet se me plotësim ndryshimin e ligjit varësisht nga gjetjet e grupit punues, do shqyrtohet mundësia e zgjerimit ose kufizimit të kompetencave për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nga e drejta pronësore në procedurë të ndërmjetësimit. Xhelili thot se vetëm në vitin 2024, përmes ndërmjetësimit janë zgjidhur mbi 4.000 raste pronësore, që në gjykat do zgjasnin me vite. Ne nuk jemi asnjëherë për me mohu vullnetin e qytetarëve. E para dhe pjesa tjetër kur kemi këto statistika të ndërmjetësimit mbi 14.000 raste të zgjidhura me ndërmjetësim dhe te ky numër 4.106 raste vitin e kaluar kanë qenë raste pronësore me vetë inicim ku vetë qytetarët i kanë zgjedh mosmarrëveshjet e tyre me ndërmjetësim, pse do duhej me ju mohu e drejta qytetarëve për me përzgjedhë dhe pse do duhej me minimizu kompetencat e ndërmjetësuesve. Ndërmjetësimi si mekanizëm i mundson qytetarëve për me realizu drejtat e tyre në kohë më të shkurtë dhe me kosto më të ulët. Kështu që përveç asaj, gjykatat e dinë që janë të ngarkuar dhe pse me pry qytetari dhe 12 ose më tepër vite në gjykat, kur mundet me zgjidhni me një mekanizëm më afatshkurt. Nëse tentohet e njëjta, domethënë me minimizu kompetencat, atëherë do dëmtohej sistemi i drejtësisë përgjithsisht dhe qytetarët e Kosovës për vullnetin që kanë shpreh, për gatishmërinë dhe për sukseset që ka pas dhe zhvillimin e ndërmjetësimit në Kosovë, natyrisht që do duhet zgjerohen kompetencat e ndërmjetësuesve. Pra, unë mendoj që qasa duhet të jetë promovuese për ndërmjetësimin. Besoj që në shoqëni e lirë demokratike tenton me i mbajt qytetarët larg nga gjykata. Gjykata është një instancë dhe një sistem që parimisht do të përfundojmë aty kur nuk gjejmë asnjë alternativë të zgjidhjes së çështjes.